do të merrem pak me veten tonë. Yes. Sepse ne kemi njerëz këtu që i besojnë shumë horoskopit. Aha. Dhe do të filloj me DJ Vinin. Do na thuash dhe orën për të gjetur ascendentin kur ke lindur? Sikur na e thoje. Në 2 mëngjesit. Edhe ti çfarë je ti? Ti je një një britsjap. Një britsjap që ka lindur në 2 të mëngjesit. Ku ke lindur, në Sarand? Në Sarand ka lindur. Shiko, është rregulluar, nuk është dash britsjap. Oh. Nuk është. Çfarë ka ascendenti ky? Dhe duket që ai ka një ascendent në një shenjë zjarri dhe kjo e ka bërë edhe më të kush është 12 qershor. S'ka të bëj me partnerin. Okej. Nusja. Është 12 qershor, s'ka lidhje fare. Është shumë mirë, e kam fjalën që je bërë edhe më i ngrohtë. Si natyrë, sepse britsjapët si natyrë, jo se janë të ftohtë, por nuk e shfaqin kurrë atë që kanë në të vërtetë. Duhet që të arrijë kulmi që një britsjap të shfaqë vërtet atë çfarë mendon. Në jetën time nuk dëgjova një fjalë të mirë. Me raste të rralla, kur merr rrogën. Domethënë britsjapi nga që e analizon diçka vet, e mendoj se edhe tjetri përballë e di. Edhe nuk e thot fare. Edhe mirë që nuk zihen para pasqyrës, domethënë që ti thon zihen bam edhe pse do pse më nuk e di ti? Nga ana profesionale si janë këto britsjapët? Janë shumë të mirë, edhe gaforret, edhe britsjapët janë shumë të mirë në anën profesionale. Nga ana seksuale? Nga ana seksuale janë partner në fakt besnik shumica prej tyre. Britsjapët. Po. Edhe janë tradicional në atë pjesë, nuk janë shumë me fantazi, me fantazira të shprenuar, me epshe, me gjëra. Tradicional.